Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falenderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat i adrugojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës, tek ligjëratët e namazit të natës, edhe jemi duke trajtuar hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku i dërguar Allahut në treg vërejtjen nga 7 mëkate shkatruese, me vetëm qëllim që të largohemi prej këtyre mëkateve një herë për gjithmonë. Fjala është për kamatën e cili mëkat ka ekzistuar qysh moti, ka qenë prezent edhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe njerëzit nga dashuria për me pas pasuni kënse ma shumë, nga mashtrimi që të shtohet pasuria, jo njohsh nga ky haram, nga ky mëkat, dhe në farforme janë adaptuar me mëkatën e fjalë, e kanë bërë për dishmëri marrjen me kamat dhe ngrënien e kamatës. Marrja me kamat dhe ngrënia e kamatës është prej gjunave shkatruese, për të cilat gjunave ka ardhur Kurani dhe Suneti për na tërhequr neve vërejtjen, dhe Allahu Azza wa Jall ka kërcënuar me dënim me xhehenem për dëruesin e kamatës, nënshkruesin, marrësin edhe atë i cili punon me kamatën në përgjithësi. Kuptimi gjuhësor i kamatës riba, kanë thënë ulemaja, do thot shtim ose rritje. Allahu Azza wa Jall ka thonë fa idha anzalna alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Kjo është kuptimi gjuhësor. Fa Allahu Azza wa Jall, dhe kur mbi të zbretëm shiun, toka pra u bë e punueshme dhe normalisht bereqetin të urrit. Pra bereqeti urrit dhe ushtua. Nga se kjo do thot është apo vjen edhe nga shprehja tjetër, do thot apo fjala arba, ku do thot dikush i shton dikujt diçka tjetër. Do thot edhe normalisht kjo kuptimi gjuhësor kanë herë, do thot vjen bukfalisht si kuptim, edhe jo që do thotë ka dispozitën fetare në këtë formë. Nga se dietarët janë munduar që edhe nga aspekti gjuhësor me definu gjërat, po dhe janë munduar edhe nga aspekti fetar me i definu gjërat. Dhe ashtu në aspektin gjuhësor mund ta marrim edhe si argumente dhe fjalën e Allahut Azza wa Jall, ku thotë Zoti Xhalla wala yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Allahu e zhduk bereqetin e kamatës. Në farforme bereqet nuk është, po njerëzit mendojnë që po shtohet pasunia. O yurbi sadaqat, ndërsa e shton bereqetin e sadaqas. Te kamata në aspektin e monedhës, në aspektin e rritjes, uljes, realisht njeri jep i bllokon edhe çka ka rritje në numër, mirë po humb në bereqet. Ndërsa në aspektin fetar, sadakaja është vërtet me numër paksohet, por me bereqet rritet Allahu Azza wa Jall. Nëse Zoti ka garantuar që kanë mia pasherën të gjithë ata që mirën me kamat, ndërsa kanë me qenë fatlum të suksesshëm dhe të bereqetshëm ata që japin sadaka rrugën e Allahut Azza wa Jall. Sa i përket aspektit shariatik, fuqahat islam janë mundu me dhon terminologjit nga më të ndryshme. Për shembull, njëri prej terminologjive të kamatës është shtesë pasurie e kurzuar në marrëveshje pa kompenzim gjatë kombimit të një pasurie me një pasuri tjetër. Dhe normalisht kjo përfshin kuptim të përgjithshëm. Dikush mundet me thonë që ai në fillim po më thot nëse ma kthem borxhin mua. Për shembull, në këtë datë s'ki nevojë me më kthi parë. Nëse ma vanon 1 ditë, kimi kthen vend 1.000 eurove, 1.000 euro.
automatisht kjo është ndaluar me haram. Edhe rrovetet kamat. Edhe gjëra do thotë të tjera të cilat do thotë i kanë trajtuar dietarët islam. Normalisht si dispozitë kamatës dihet që është për gjunave shkatruese, është për mëkate të mëdha, të cilat mëkate do thotë e shpin njerin në shkatrim dhe humer. Thotë Allahu azza wa jalla në surën Bakara ajeti 278-79: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih. O të cilët keni besuar Allahun azza wa jalla, keni frikë Allahun dhe nëse jeni besimtar sinqert, largoni dhe hiqni dorë nga pasunia që ka mbet nga kamata. Në qoftë se nuk e bëni këtë, kuptoni mirë se i keni shpallur luftë Allahut azza wa jalla dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur ai ato i shpall luftë për 5 euro më shumë që i ke marrë për parave në bank, Zoti xheleshën. E njeri me mend krye nuk i mëkaton Zotit e lemu me e boni mëkat që përmes ti mëkati po i shpall ka luftë Allahut azza wa jalla. Ibn Abbas radhiyallahu anhu për të kallëzuar se sa e keq është kamata, ka thonë Ibn Abbas ditën e gjykimit atyre që e hajnë kamatën, thotë i thuhet merrni armët tuaja. Ata do të pyesin çka po na vjen neve armët tona, përgjigjja do të jetë që të luftoni me Zotin tuaj. Pse me luftoni me Zotin tuaj? Por shkak se sa keni qenë në dunjë, keni pranuar me i shpall luftë Zotit Allahu na ruaj. Keni pranuar Allahu me i shpall luftë juve për shkak kamatos. Edhe 5 parë që keni dhënë. Keni përdorur kamat, keni jetuar me si kamaxhi, edhe 5 parë që keni dhënë për këtë punë. Okej, keni jetuar në këtë formë, e keni zgjedhur vet, Allahu ka kallëzuar që është haram kamata, tash në gjykimit ja, keni dalë para Allahut azza wa jall, merrni armët edhe luftoni me Zotin xhella wala, Allahu na ruaj. Gjithashtu Allahu azza wa jall ka folur për kamatën edhe më tej në Kur'an ka thonë ya alladhina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudhafa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil-kafirin wa ati'u Allaha war-rasula la'allakum turhamun. O që keni besuar Allahun, mos e hani kamatën që po e shumë fishoni dhe keni frikë dënimin e Allahut azza wa jall në mënyrë që të gjeni shpëtim. Dhe ruajini zjarrit, i cili zjarri realisht është përgatitur për jo besimtarët, në shtrenën e Allahut azza wa jall dhe pejgamberit sa që të mëshiroheni. Çka nuk kupton në shtrenën e Zotit dhe pejgamberit me hek dorën nga kamata. Po shumë agaosh bëkon vetëm këtë rregullash, tu me hek dorën nga kamata. Se realisht je duke hungur zjarm dhe duke futur zjarm në barkun tonë Allahu na ruaj. Allahu azza wa jall ka treguar në Kur'an gjithashtu se disa njerëz bojnë gjeste pa lidhje jetën e përditshme dhe duken si të gjindost. Realisht ata nuk janë të gjindost, nuk kanë sihr. Çka kanë ata? Ata kanë këtë dënim edhe këtë sjellje për shkak se kanë hungur zjarr mbrana. E me hungur zjarr mbrana me mbush barku me zjarr s'ka ratllik. Ata nuk kanë as magji as kurrë tjetër, pos që kanë hungur haram. Dhe barqët e tyre vlojnë nga zjarri, ani pse nuk e kuptojnë bukfalisht. Argument ka thënë Allahu azza wa jall: "Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi'annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Fa Allahu azza wa jall ata të cilët hajnë kamat, ata të cilët janë kamaxhi, nuk qohen pi gjumit dhe nuk dalin nga shtapia pas duke qenë të gjindost, pas duke bërë gjese që i japin njerëzve me kuptu që ky njeri është i shitanosur, i gjindosur. Dhe kjo ka ndodhur se ata kanë marrë kamatën edhe kanë thonë që tregtia ose si kamata, unë kush jam të bëj, tregtia më të bëj, ju na arsyetun këtë formë. Wa halalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mirë po thuaj aty me që kjo nuk është e vërtetë. Sa Allah e ka bo halal tregtin, ndërsa ka bo do thot haram kamatën. Dhe Zoti xhelalu ala na ka treguar që më mirë është më marrë me një tregti e cila aty është shumë e vogël dhe fitimi i saj të merr kohë për më bë parë, me bëni kerr mirë, me bëni shtëpi mirë, se sa më josh nga kamata, nga ofertat kamatore, edhe ndoshta dukje e bën shpejt ato çka ka synim,
por realisht e u bereqetin e jetës sonë. Nga sa Allahu ka thonë që yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Allahu azza wa jall e jep bereqetin në sadakan, ndërsa në riba e hum në kamat bereqetin. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allahu azza wa jall nuk e do asnjë njeri që është mohues, edhe është mëkatar. Andaj me shpall luftë Allahut azza wa jall, normalisht njeriu do thotë duhet me pas kujdes se i shpall luftë realisht Zoti xhallahu ala. Po dëmat e kamatës e para është ky njeri edhe këtë botë edhe botën tjetër rinjallet edhe quhat sikurse me qenë të gjindos. Për shembull, ka me flesi është mas miri. Nuk ka pasur probleme me magji, edhe kur është shupi gjumit, thotë jo vrejt shenja që po bën gjeste pa lidhje, thotë ofendon bigajri hak, e rreth grujen bigajri hak, ky njeri i jap me kuptua antarëve familjes se sikurse më koni i gjindos. Realisht s'është i gjindos. Po ku është problemi? Problemi është se është kamagji. E merr kamatën edhe 5 parësie. Ai dhënohet Zoti se thua ai gale se ka. Allah i laroj. Edhe kjo i ndodha ditë e gjykimit. Njerëzit që janë kamagji dhe desin me kamat kanë morën gjallë këtë formë. Dhe ai i cili e njeh fen, e vdes me njohuri fetare ku të ringjallët, kur të shohë këta njerëz të bëjnë gjeste pa lidhje çka, thotë këta janë ata që e kanë humbur kamatën. E dyta është Allahu e zhduk bereqetin në kamat ndërsa arrit në sadaka. Gjithashtu i shpall luftë njeri Zoti xhallahu ala nëse merr kamat. Thotë Allahu azza xal, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Nëse ata nuk e lojnë kamatën, nuk heqin dorë nga kamata, le ta dinë, do thotë që i kanë shpall luftë Allahut azza wa jall. Dhe normalisht shpallja e luftës Allahut azza wa jall kupton që i ke shkput raportet me qiell, pa Allahu je zero. Dhe normalisht pastaj je në gjahun e shejtanëve dhe njerëzve të ligë. Normalisht Allahu azza wa jall e ka përdorur edhe te puna e kamatës, e ka përdorur me qëndruar në zjarrin e xhenemit për gjithmonë. Pse e ka përmend, ka thonë më për dy arsye. E para është se marrja me kamat edhe jeta me kamat është cilësia e munafikëve edhe cilësia e kufare, mushrikinëve. Ku e kanë vendin munafik, mas poshtin xhenem. Ku e kanë vendin ata që desin me shirk, mas poshtin xhenem. Dhe kjo është cilësia ative. E Zoti po më thonë, s'është e mundshme më fal 5 vakte. S'është e mundshme më fal safin e parë. Mi thon vetit haxhi, edhe huash mi thon 10 vetit, edhe me pranu kamatën. Edhe me pranu si diçka normale. Kanë njerëz në avesin atë që po të keqe. Valla unë s'pata çore se ku met jashtë shtëpi është me ble, o burr. Mos më arseto gjunojin. Okej, ki ran ke gjunaj, ki bo keto ke gjuna mshile, mos e përhap, mos e përset mo. Ama me armë me arsetu, edhe Zoti e lejon, kush po thotë që e lejon Zoti? Pikaj kjo fatva. Feja sot që shkon ty edhe mu. Ki ran ke gjuna mshile, mos e përmend, mos e përhap mes njerëzve, e ke gjetë një jetë besueshëm dijes, po do më konsultu ku bravo valla këtë gabim çka të bëj. Edhe ai gjen rrugë dole. Ama muar se tu para njerëzve, valla mora këtë banesë me kamat, mora këto me kamat, mora këtë kërë me kamat, mora ato me kamat, se çështu puna, s'pata zgjidhje, kjo është arsyeti më kot. Kjo është e gara është me bu me Zotin xhaleshanu Allahu na ruaj. Dhe Allah ka përmendur që këta njerëz kanë qenë për gjithmonë xhenem, për arsye parë është se shumica që janë kamaxhi janë ose munafikin, me shumë fytyra ose janë idhëtar. Musliman pak sprovuan me këtë punë. Nëse sprovuan, ndin keq. A qertë e bojnë kabul. E dyta është, ka thonë ulema, e ka përmend Khalidin e fiha, kanë me qëndru për gjithmonë xhenem për t'i friksu njerëzit. Se dhe në kohën e pejgamberit ka pas njerëz që kanë lakmu me umar me këtë çështje, ani pse kamata nuk ka pas shumë benefite në atë kohë. Tregon një hadith Samura ibn Jundub radhiyallahu an, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam mazi e fali namazin e sabahut, i ditë për ditëve, ju këthi shokëve të vetë. Kia hadith gjendet në Sahihun e Imam Buhariut. Tha pejgamberi sallam, kam parë natën ondër 2 melaike. Thot edhe erdhën edhe morën me veti. Gjatë rrugës me ta, thot arritëm tek një lum i cili kishte qenë nga gjaku. Në këtë lum qëndronte një njeri i cili vazhdimisht notonte. Në breg të lumit qëndronte një njeri tjetër i cili para vetes kishte mbledhur disa gur. Njeriu i cili ishte në lum, notonte dhe pasi vinte te caku tek njeriu që kishte mbledhur gur,
ky njeri i hapte gojë dhe i fuste gur brenda, nuk e linte me dal, do thot buz lumit. Pastaj kthehet në lum, në tonta se në tonte, pastaj vinte prapë tek njeri që kishte mbledh gojë, gur e hapte gojën dhe i afuste në gojë. Thot dhe kështu vazhdoi sa i kthej, i fuste gur në gojë. Thot pejgamberi sa mi thash me lejkëve, çka puna me këtë njeri? Shu ki njeri kështu? Atëherë thot njëri prej melekëve më përgjigj dhe më tha, ai që gjendet mes të lumit është njeriu që ka humbur kamatën. Ka me lyp me shpëtu nga ky tmerr në xhenem, mirë po kur vjen koha me dal pi lumit, ai që është roje, është meleku, dhe thot i hedh gur në gojë, ai pastaj nga rëndësia e madhe e gurve, prap fundoset lum, prap kthehet aton, prap do me dal, prap ka më vazhdu ky njeri. Deri ku doje Zoti. Njeri me shku me një ambient vet, me një bazën vet, Allah i nderoft. Kishku më mysafir, edhe ambienti është i hapur, akuzon vetë me himulan natën, ja, tut nga uç. Dita e gjykimit është errë. Edhe plus ky lum me xhak, plus tu di çka ka menduar këtë lum, pra më doni çfarë të trishtimi edhe çfarë të mirë, Allah i nderojë. Gjithashtu një transmetim tjetër, do thotë treguohet se pejgamberi selam do thotë e ka pa natën e Isras dhe Mirajit të shku, ka pa disa njerëz me bark të madh dhe ishin kon duke qenë të shtirë në bark. Ata shkelshin me këmbë, dhe mbështetsin tek ata për të kaluar vendin. I habitur, e pyeta Xhibrilin, kush janë këta njerëz o Xhibril? Çka kjo kështu? Tha, këta janë njerëz që janë ushqime pare kamatore se kanë qenë në dunjë. Do thjesht kanë jetu prej kamatës dhe s'kan dashur më lodhe me punu. Gjithashtu, ngrënësi i kamatës dhe të kënaqur me kamat nuk kupton që e ki marrë mallkimin e Allahut azza wa xal. Thot Xhabiri, pejgamberi sa me ka mallku njërin që ha kamatën, njëri që jep kamatën, njëri që shkruan aktin e kamatës dhe të dëshmitarët. Tha të gjithë këta janë të barabartë te Allahi. Vjen njëri thot aka hoç, unë s'më kam çfarë para shku këtë kontratë. Se punoj këtu. Edhe ai i cili merr pjesë dëshmitar e ka mallkimin e Zotit. Edhe ai i cili e shkruan aktin e kamatës, ai i cili ai i cili e jep kamatën, tha pejgamberi, ata janë të barabartë te Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë, është hak i Allahut azza wa xal që Zoti 4 persona mos milion me hin xhenet edhe kur ata mos me shiu begatinë dhe mirësinë e xhenetit. I thanë shokut ja Rasulullah, kush janë këta 4 persona? Tha njëri prej tyre është mudminul khamr, konsumuesi kronik i alkoolit. Do si e mojnë me njerëzit fëmija ki vesh me alkool dur kanë. Për shembull Omerin. Për shembull Omeri ka ndonjë kushingat. Edhe kur ti boje Omerin 20 vjet, e pi dikush, çfarë familje janë çita? Omeri i vogël ukun ama nëse ka pa me alkool në dorë non stop, valla thot unë çiket plakë si më ka le nona. Si e kom nis me ditën, ka kom pa këtë njeri vesh me alkool dorë kom pa. Sa i thonë mudminul khamr, ai cili është alkooliqar kronik. I dyti tha, ai cili merret me kamat, e ha kamatën, e jep kamatën, dëshmitar për kamat, nënshkruan kamat, garanton për çështje kamatore Allahu na ruaj. Ai cili nuk e respekton jetimin edhe i ka shtratuar prindrit, për këta njerëz, do thotë kanë thonë pejgamberi sa që Allahu azza wa xal nuk i mëshiron ditën e gjykimit. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sa për të treguar që kamata është grad, thotë kamata ka 73 lloje, më keq është sikurse Allahu i na ruaj, njeriu me pas kontaktin me gruan e tij, Zoti na ruaj. Më falni me nonën e tij. Ma leta, po të tregu se sa keq, sa shumtume. Para no, një euro kamat, vesh një euro e ki marr, hiç më shumë. Besh llogaritë, ajo e ngjeli me buket haram të madh që e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thot sahabiu nderuar Abdullah ibn Hanbal radhiyallahu anhu, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një dirhem që ha dikush nga kamata është më e rond se ai i cili bën 36 herë Allah na ruaj, do thot prostitucion apo zina. Këto çështje nuk do të thonë që me i leju gjuna të tjera, por i kanë cek ulemoja dhe i ka cek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të treguar se sa keq dhe sa shumtuar është, do thot çështja e kamatës. Gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtet, thot nuk shfaqet tek një popull
prostitucioni dhe kamata, vetë se ai popull ja ka bu halal vetes dënimin e Allahut azza wa jall. Pra e ka leju ai popull, do thot dënimin e Zotit xhelle wa ala. Llojet e kamatës, blec e para për tyre është riba an-nasi'a. Kamata e vonesës, do thot kush do është shtimi kushzuar, i cili do thot e merr, do thot borxhëdhënësin nga borxhmarrësi në vend të vonesës. Do thot i thot po t'i jap 1.000 euro, ama nëse s'mi kthen mas 2 javë që ke datë, një saat me mavanu, më nërë shtohet, do thot 1 euro e gjysmë. Kjo ka qenë, do thot, e përhapën shumë kone pejgamberi alayhi sallam. Gjithashtu riba el-fadl. Ajo ka riba an-nasi'a, riba e vonesës. E ke vanu mallin, ta ka shtu një dosë tjetër. Qoftë pasuni, qoftë kerr, qoftë diçka tjetër. Për shembull, e ke bëu kontratën me ble kerrën 3.500 euro. E thot nëse mi kthen deri në janar 2025, kaç mijë e parë, nëse ma banon një ditë e jep 500 euro më shumë. Edhe 1 dinar më shumë u kon, edhe 1 cent, kjo është kamat dhe është haram. I thonë riba an-nasi'a, kamat me vonesë. Ja ki vanu pagesën jo në datën e caktuar dhe ai ta ka rrit çmimin. Dhe çmimi nëse bëhet në fillim start, më njëherë bëhet haram kontrata e tillë. Riba al-fadl është ribaja në shitje apo ribaja e shtimit. Për shembull ka thonë ulemaja, është shitja e një malli që i takon mallrave të kamatës me një mall tjetër. Do thot duke bëu do thot këmbimin e mallrave me të njëjtën, do thot këtë të njëjtën shtesë. Normalisht edhe kjo ka qenë do thot kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Për shembull, rasti thot Ubada ibn Samit, thot e kom dëgjuar duke thonë pejgamberi sallam, thot se ndalohet shitja e arit për ari, argjendi për argjend, gruri për grur, elbi për ebër, deri thot kush kërkon shtesë apo pagun shtesë ka marrë thot një pjesë e kamatës. Thot më mirë është që me çu unazën edhe me shit njëre. Sa para bën 50 euro. Tara me ble unaz tjetër. Se sa me këmby do thot me të njëjtën monedhë, unazën e arit me ari për shkak të shumicën e rasteve do thot ka do thot devalvime, sidomos kuan e sotit apo mashtrime, dhe kanë njëri bigajri hak, do thot mundet me hyrë në kamat. Dietarët kanë cekë edhe një çështje tjetër. Unë e kumë vrejnë këtu në Saudi, sa e kënë Medine, për shembull ja ke marrë dhe një 500 real borç. E tash, a mon me a këthy borçin në euro? Kanë thonë lemaja, ose dush me shku, qatë dite, do thot që do me a këthy borçin me marrë një flet pagjes, i thu ati në Veselonjona, ku i thu, sa sot bojnë për shembull 500 euro, sa real bojnë, ose sa dinar, qikaq, ama letrën. Edhe ja shon borxhdhënësit. E jo me llogarit me çmimin e kaluar. Ose ulemaja ka thonë mi I kamatës, edhe në këtë rast, është shumë e rrezikshme, or një farpeni i fullësh. Çka më bëu? Kan thonë më mirë është mi kthy parat në dinar apo në real që ja ke marrë. Në kohën e sotit është e vërtet puna e bankave na u ka lejuar për transaksione të ndryshme, mirë po çat shumë e kanë, do thotë e kanë përzi punën, saqë do thotë nuk mundemi me gjetë një bankë që nuk punon me çështje kamatore. Përderisa nuk kemi zgjidhje, se mos ata që në institucione shtetërore, normalisht bashkëpunojnë pizore se s'kan kamicit rrogët, ajo që vërtetohet dhe verifikohet që është kamat, largohet edhe nuk mirret nga personi, do thotë apo nga vetë filani. Disa ulema kanë thonë që e merr, e shfrytëzon çdurkund, jo familje, për shembull me rrugë edhe kështu me radhë, pse më jalon të hujve, më po më mirë është që mos më përzi durt me çështje kamatore. A ka alternativë islame? Alternativa islame është ku dinë koha do thotë me ardh, do thotë dhe u forcu Islami, edhe me gjyku me shariat islam, aja koha vjen ndonjëherë, ku me ditë, na shpresojmë se ka marrë me ndiu, ka marrë shariat islam, shpresojmë në gjërat e mira, mirë po për momentin gjërat janë të mjegulluara, nuk janë lehtë gjërat dhe nuk është lehtë me shpëtu pa u përlyj me këto çështje. E lutemi Allahun aty ku e dim. Allahu na vëdësoj dhe kur mos prekim, aty ku nuk e dim, edhe na bëhet hile dhe se marrë me vesh, inshallah i lutemi Allah na fal edhe na përmirëson. Zoti dhe mësmiru, alhamdulillahi rabbil alamin.